Nderuar gjyqtar, pikëpari ekspertiza është kryer në laboratorin e ADN-s në Prishtinë. Urađeno u laboratoriju DNK u Prištini. Nuk është bo në Itali ekspertiza. Nije urađeno u Italiji vještačenje. Sa i përket nevojës së interpretimit, Što se tiče potrebe interpretacije, kjo ka lidhje me softverin, mungesën e softverit në laboratorin tonë. Softvera u našem laboratoriju. Ndërsa ne përveç tjerash e kemi bërë analizimin edhe në mungesë softverit para se me shku në Itali. I u odsustvu softvera. Po dhe këto profilin e ADN-s, dhe me thonë, nga mikstura, Mešavine, miksture. prej dëshmis në R4 Iz dokaza broj 4 dhe profilin nga personi me shifrën SNE, i profilom sa šifrom S1, S1, ne i kemi krahasuar uporedili i dhe kemi bërë një vlerësim tonën edhe para interpretimit nga italianët. Ne kemi dërguar rezultatet që ne i kemi nxjerrë me ekspertizën e ADN-s. sa vještačenjem DNK. Do të thonë vetëm rezultatet për me bënë një interpretim për shkak mungesës së softverit. Zbog nedostatka softvera. Dobro. Predmete niste slali. Në lëndët nuk i keni dërguar. Ne. Dobro. Dëshmit Imamo odgovora i ermi dokaze. i kemi pranuar në vizë zyrtare Na službeni način. sipas procedurave Prema postupcima për rastet kriminale. za kriminalne slučajeve. Do me thënë, hetuesia Istražiteljstvo. i ka sjell bashkë me urdhëresën e gjykatës, Sa nalogom suda gjykat apo prokurorisë në ili këtë rast, tužilaštva u ovom slučaju, dhe ato nuk kanë ardhur direkt në laboratorin e ADN-s, oni nisu došli direktno u laboratoriju DNK, mirë po është sektori për pranim dorëzim, që është i veçantë. sektor za prijem i dostavu, za primopredaju. Po. To je çështje vetë veçantë. Për Është i veçantë. ekstra për çështje pranim dorëzimi. Znači, odvojen je sektor za primopredaju. A šta ste vi dobili? Čka keni pranuar ju, Pas saj sipas procedurës, prema postupcima, prema postupku, rasti ka kalu në slučaj, laboratorin e ADN-s fillimisht, prvo je bio u laboratoriji DNK, onda ku ne i kemi trajtuar gjitha provat sipas urdhëresës së prokurorisë. i izradili sve dokaze prema zahtjevu tužilaštva. Kakva je procedura da se vi uverite Cilja da je procedura će ju da je uzorak DNK koji vam je donet e ciljaš cijelu, propisno uzet? është marrë në mënyrë të ligjit. Okej, Gerta, ty janë personalitet. još jednom samo. Može. Kakva je procedura Cilja është procedura da se vi koji to që analizirate ju të cilët i analizoni këto, uverite da je taj uzorak të vërtetoveni që ajo mostër DNK osumnjičenih lica e ADN-s së personave të dyshuar uzet propisno, është marrë në mënyrë të rregullt, da nije kontaminiran, e që nuk është e kontaminuar. Po, nderuar gjyqtar, procedurat janë të qarta, ne Su jasni. për të gjitha çështjet i kemi procedurat në laborator, Postupke u laboratori, edhe divizioni për pranim dorëzim, divizija za primopredaju, i ka procedurat e veta, ima svoje postupke, ku ndër të tjera i verifikon dëshmit, ostali proverava dokaze, a janë përshkruara si duhet, a janë të mbyllura si duhet, zatvoreni kako treba, da li su a është zinxhiri rujtjes në rregull, lanac sačuvanja u redu, prej venit ngjarjes që është mbledh dëshmia sa mjesta događaja gdje dhe- je sakupljen dokaz, dhe pastaj gjitha lëvizjet e pranim dorëzimit. kretanja primopredaju. Ndërsa kjo procedurë, Dok ovaj postupak, pasi ka lënë dëshmia në laboratorin e ADN-s, nakon što pređe dokaz u laboratoriji DNK,
prap verifikohen Ponovo se proveravaju para se me fillu punën pre nego što se počinje sa radom. dhe pastaj gjithçka që veprohet bëhet në bazë procedurave strikte. To ide na Nderuar gjyqtarë, sipas poštovana sudija, rregullave pravilima që i kemi, koje imamo, ne për prokurorin mi za tužilaštvo, e lirojmë raportin e ekspertizës. mi ili E dorëzojmë, po. dostavljamo izveštaj vještačenja. Ndërsa Dok dosja dosje e punës rada komplet dorëzohet në kompletno se dostavlja divizionin për pranim dërze. Komisiji za Dobar dan, gospodine Demić. Mehmita Zagradini. Ja sam advokat Miloš Delević. Un jam avokat Miloš Delević. Htio sam da razjasnim samo neke. Dëshiroj Neke stvari ponoć vas. sqaroj disa gjëra. Ako sam dobro razumeo, Nëse kam kuptuar mirë, vi ste obradili ju e keni punuar, 51 dokaz ju i keni punuar 51 prova DNK analizu. të analizës së ADN-s. Da li je to tačno? Është kjo e vërtet. Po, e vërtet. Da, istina e. Svjedoče, Dëshmitar, da li imate saznanja a keni njohuri od tih 51 nga dokaza? ato 51 prova, Koliko je dokaza nađeno na sa prova janë licu gjetur mesta? në vendin e ngjarjes? Sipas zinxhirit rujtjes dhe urdhresës, Sa çuvanja i naredbe, të cilën me kujdes i lexojmë para se me koje fillu čitamo punën, pažljivo pre nego što počinjemo sa radom, dhe atë sa ku mujtë me mbaj mend, kanë qenë 7 dëshmi nga vendi i shpërthimit. 7 dokaza sa Edhe mesta ato me shifrat događaja. I to sa šiframa prej NR1 deri në broj NR7. 1 do broja 7. Në numër. Moje pitanje je sljedeće. Pyetja ime në vijim është, Da li ste među ovih 7 dokaza në mesin e këtyre 7 provave, koji su nađeni na të licu mesta cilat janë gjetur në vendin e ngjarjes, utvrdili bilo kakvo poklapanje a keni vërtetuar çfarë do lloj lidhshmërie, DNK analizom përputhshmërie të analizës së ADN-s sa okrivljenim me të pandehurin Dragišem Vičetijević? Dragisha Vičentijević? Mislim da su to uzorci S3 i S4. Mendoj që janë shembujt S3 dhe S4. Jo. Mostrat S3 dhe S4. Jo, nuk kemi gjetur ndonjë problem. Ne nisëm. Hvala puno. Ne više. Faleminderit.